deklaroi që të dhënat i kishte marrë nga ambasadori serb në stacionin e trenit të Bernës, ku ishte takuar me të në kushte gati ilegale. Po çfarë ndodhi? Dick Martin ndroi jetë dhe mos ju preft shpirtin paqja aty ku prehet, mbasi deklaroi që Serbia e kishte gënjur dhe madje kishte një komplot për ekzekutimin e tij nga shërbimi sekret serb dhe policia zvicerane i vuri aty mbrojtje. Përpara se të ndronte jetë, Dick Martin u pendua për aktin që kishte ndërmarrë, duke e konsideruar një akt të frymzuar nga serbët. Por çfarë ndodh? Për të parë se si mund të merren të dhëna nga Ministria për krime, nga zyra për krime lufte e Serbisë, do t'ju tregoj dy raste. Dëshmitarët kanë dëshmuar që serbët kanë manipuluar të dhënat e tyre. Njëra prej tyre, për shembull, është dëshmia e Sandra Miçev, një gazetare e cila dëshmon se ka bërë një shkrim me të dhëna të marrë nga pala serbe, pa e ditur që në fakt për këtë krim nuk ishte autore UÇK-ja, po vetë serbët. Mi e pak materiali numër 8. Shiheni, bëhet fjalë për një vrasje në një kafene ku u vran 6 rinj serb. Serbia akuzoi UÇK-n, UÇK-ja nuk e pranoi kurrë krimin, më pas u vërtetua se krimi ishte bërë nga serbët për të akuzuar UÇK-n. Pikërisht kjo është marrë si pjesë e dëshmisë për të akuzuar 4 drejtuesit të lartë të UÇK-s. Mi e pak materiali numër 8.